Nga ana tjetër ka një problematik. Kandidatët për Bashkinë e Tiranës, si dhe kandidatët e tjerë, do të shkojnë të vetëm në fushat, do të shkojnë të vetëm përpara elektoratit. Nuk do kenë një ekip për shkak se këshilltarët janë të zgjedhur dhe nuk do të garojnë atë. Çka do thotë se sipas të gjitha kontakteve, njerëzit e Manastiriut kanë shkuar duke takuar këshilltar, drejtor në Bashkinë e Tiranës për të parë nëse ata janë me Ogerta Manastiriu apo nuk janë. Për të mbledhur dhe ata njerëzit. Pra nëse strukturat e Bashkisë Tiranës, ta themi kështu, do të punonin, do pranonin të punonin nga programe elektorale për zonën e Manastiriu. Po, dhe besoj që presioni, siç kemi parë dhe në rekomandimet të Odirit, presioni ndaj administratës. Ndaj thashë nuk është risia, presioni ndaj administratës në zgjedhje gjithmonë. Vijojnë edhe pse do të kemi shumë kohë fushate kësaj radhe për sa i përket Bashkisë së Tiranës dhe momenti që të kemi një datë zgjedhësh nëse do kemi. Kështu që presioni ndaj administratës në Bashkinë e Tiranës vijojnë në këtë momenti që flasim për sa i përket emrit të zonës Manastiriu për ta mbështetur atë, pasi kjo është një mënyrë e pasigurt për shkak të situatës me Erion Veliajn, për shkak se disa prej tyre janë njerëzit e tij, pavarësisht se me votë treguan që u bindën urdhrit të Edi Ramës, por nga ana tjetër ajo kërkon një mbështetje, nuk kërkon vetëm mbështetje të detyruar me urdhër, siç u dha për shkarkimin, por kërkon një mbështetje të plot. Edhe për këtë arsye, takimet po bëhen me mënyrë individuale me çdo nga këshilltarët, me çdo drejtor për të patur një mbështetje maksimale për të. E kuptoj, por sondazhet masin pulsin e elektoratit në përgjithësi, jo vetëm të këtyre personave që mund të jenë kyç në strukturat të caktuara të administratës. A kanë arritur të kuptojnë socialistët që çfarë nuk po funksionon me kandidaturën e zonës Manastiriu në sytë e qytetarëve, domethënë pse nuk po ngjit ajo. Ndoshta ndonjëherë mund të jetë thjesht një imazh i konsumuar mbas shumë detyrave publike, akuzave, ka disa çështje në hetim ndaj saj padi në SPAK që lidhet me punën e saj. Nuk e di nëse janë të gjitha këto që mund ta godasin imazhin e zonës Manastiriu apo është situata me zonën Veliaj që le të themi e bën atë të vuaj nga pikpamja e pëlqimit në elektorat. Në zgjedhjen 11 maj, po ta kujtojmë, mori vetë zoti Rama drejtimin politik të Tiranës, në momentin që u arrestua dhe zoti Veliaj dhe kishim një situatë, duhet themi të paprecedent, dhe zonja Manastiriu të paktën sipas të gjitha zhvillimeve në Partinë Socialiste nuk arriti do ta mbizotronte të gjithë Bashkinë e Tiranës apo të ishte ajo drejtuesja politike. Dhe për këtë arsye, vetë zoti Rama në zgjedhjen 11 majit ishte numri 1 për sa i përket drejtimit politik dhe të gjitha kontaktet i kishin me zotin Rama, si kryetari i Partisë Socialiste njëkohësisht si kryeministër, dhe fakti i dytë është për të marrë sërish Bashkinë, për ta mbajtur sërish Bashkinë dhe për t'i dhënë një mandat për kryebashkiake Ogerta Manastiriu kanë sjell nga Fieri në Tiranë numrin 2 të qeverisë për të drejtuar fushatën elektorale, jo vetëm numrin 2, por nga ana tjetër të gjithë deputetët e Partisë Socialiste, ministra dhe jo vetëm të cilët nuk kanë zgjedhje në bashkitë të tyre, do punojnë për Tiranën, për të treguar jo vetëm ajo se çfarë thatë që duhet që të kemi një rezultat më të mirë se 2023-shin, por dhe për shkak të frikës të situatës, pavarësisht se unë mendoj që Partia Socialiste mund të duket në fillim si e hallakatur apo ndoshta e dyzuar për shkak se çfarë ndodhi zoti Veliaj, por ne në 11 maj e pam, kishte bën pak vota, por një diferencë të madhe për të treguar zotit Rama që duke goditur një nga tanët, të gjithë jemi të rrezikuar. Pavarësisht se në Bashkinë e Tiranës duhet të themi që situata s'ka qenë kurrë më parë. E tillë, të gjithë kanë frikë të firmosin, të gjithë kanë frikë të marrin vendime dhe të gjithë presin nga kryeministria për gjithçka çfarë ndodh me ta.